Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ditë që veprat e mira janë më të dashura tek Allahu azza wa jall se sa në këto 10 ditët e Dhulhijhes. Të pranishmit i thanë, pra shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i thanë, ja Rasulullah, as gjihadi, pra lufta në rrugën e Allahut azza wa jall, nuk është më me vlerë se sa veprat e mira në këto 10 dita. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as gjihadi, pra lufta në rrugën e Allahut azza wa jall, përveç se një njeri i cili del me veten e tij, pra me trupin e tij, me pasurin e tij dhe nuk kthehet me asnjërin prej tyre. Allahu akbar. Pra çfarë vlere pas kanë këto 10 ditët e Dhulhijhes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala nabiyillahil karim Muhammad ibn Abdullah al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin, amma ba'd. Allahun e madh falenderoj, atë xhalla xhalaluhu e adhuroj, prej tij ndihmë, falje, udhëzim, mëshirë kërkoj. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dashurin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe trima, dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë dhe trasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi futur në njërin nga muajt e shenjtë. Ai është muaji Dhulhijhe. Muaji Dhulhijhe është muaji i haxhit, ku njerëzit marrin rrugën e tyre për të shkuar për të kryer një adhurim të madh, shtyllën e 5 të Islamit, të kryejnë ibadetin madhështor i cili është haxhi. Ky muaj vëllezër ka veçori të veçantë, ka peshë të veçantë. E mjafton prej vlerës së madhe që e ka ky muaj është se Allahu azza wa jall është betuar në 10 ditët e para të këtij muaji, pra 10 ditët e para të Dhulhijhes. Pra në këtë muaj gjendjen 10 ditë ku vlera e tyre është shumë e madhe. Thot Allahu azza wa jall, wal fajri wa layalin ashr. Thot Allahu azza wa jall, pasha agimin dhe pasha 10 netët. Shumica e komentatorëve të Kur'anit, sikurse Ibn Abbasi, Said ibn Jubairi dhe të tjerë, thuan se Allahu azza wa jall ka për qëllim me 10 netët 10 ditët e Dhulhijhes. Pastaj Allahu azza wa jall potencon, vazhdon dhe betohet përsëri dhe thot wash-shaf'i wal-watri, pasha tekun dhe pasha çiftin, apo pasha çiftin dhe pasha tekun. Kanë thënë dietarët se teku Allahu azza wa jall betohet në ditën e Arafatit, dita madhështore, ndërsa me çiftin Allahu azza wa jall betohet në ditën e Bajramit. Andaj të nderuar vëllezër, Allahu azza wa jall, prej mirësive të Allahut azza wa jall është se ka bërë stina dhe perioda ku besimtarët preferohet dhe duhet që të nxitojnë, që të shfrytëzojnë këto perioda dhe këto stina që të arrijnë shpërblime të mëdha tek Allahu azza wa jall. Andaj prej vlerës që e kanë këto 10 ditët e Dhulhijhes, vlerën e madhe potencon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Ibn Abbasit që transmeton Imam Bukhariu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu s-salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam, yani al-ashr. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ditë që veprat e mira
janë më të dashura tek Allahu Azza wa Jall se sa në këto 10 ditët e Dhulhijjes. Të pranishmit i thanë, pra shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i thanë, ja Rasulallah, as gjihadi, pra lufta në rrugën e Allahut Azza wa Jall, nuk është më me vlerë se sa veprat e mira në këtë muaj. Tha në këto 10 dita, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as gjihadi, pra lufta në rrugën e Allahut Azza wa Jall, përveç se një njeri i cili del me veten e tij, pra me trupin e tij, me pasurin e tij dhe nuk kthehet me asnjërin prej tyre. Allahu Akbar. Pra çfarë vlere pas kanë këto 10 ditët e Dhulhijjes. Po ju vëllezër, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e potencon veçorinë dhe vlerën e madhe që kanë këto ditë? Derisa kanë thonë, kanë diskutuar dietarët se cilat janë më me vlerë, a 10 ditët e muajit të Ramazanit, pra 10 ditët e fundit të muajit Ramazan, apo 10 ditët e Dhulhijjes. E pastaj kanë thonë se sa i përket netëve, janë 10 netët e muajit të Ramazanit, 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit me më vlerë, ndërsa sa ju përket ditëve, janë ditët e Dhulhijjes. Prandaj transmetohet te Musnedi Imam Ahmedit nga Abdullah ibn Omeri, i cili thot, nuk ka ndonjë vepër që kryhet në ndonjë ditë tjetër që është më e madhe dhe më me vlerë te Allahu Azza wa Jall se sa veprat që kryhen në këto 10 ditët e Dhulhijjes. Dhe tha, prandaj shtoni sa më shumë, thuani, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prandaj shtoni dhe thuani sa më shumë la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Potencon Ibn Hajeri dhe thot, pse e kanë këtë veçori? Na bëhet e qartë, thot, veçoria e tyre dhe vlera e tyre e madhe, nga se në këtë ditë, në këto dita dhe në këtë muaj, pra në muajin e Dhulhijjes, bashkohen nënat e ibadeteve, që nuk bashkohen në muaj tjerë dhe në ditët tjera. Pra bashkohet namazi, sadakaja, agjerimi, plus edhe shtylla e 5 e Islamit, haxhi. Haxhi nuk bashkohet me këto ibadete tjera në asnjë muaj tjetër, përveç se në këto 10 ditët e këtij muaji të madh, 10 ditët e Dhulhijjes. Prandaj vëllezër, në këto dita preferohet që besimtari ta pastron jetën e tij, e pastaj ta vendos se do t'i shfrytëzon këto dita në adhurime, në lutje, në sadaka, në vepra të mira, e mbi gjitha përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Nga se thot Allahu Azza wa Jall, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat", përmendni Allahun Azza wa Jall në ditët e shënuara, në ditët e caktuara. Komentatorët ka thonë se Allahu Azza wa Jall ka për qëllim që njerëzit ta përmendin Allahun Azza wa Jall dhe urdhëron që ta përmendin Allahun Azza wa Jall në 10 ditët e Dhulhijjes. Po ju vëllezër, në këto ditët e Dhulhijjes është dita e 9 e Dhulhijjes, është dita e Arafatit, një ditë madhështore, një ditë shumë e madhe, ku kjo ditë është edhe shtylla kryesore e haxhit. Ai i cili nuk qëndron në Arafat, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ai i cili nuk qëndron në Arafat nuk ka haxh, nga se el haxhu Arafa, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, haxhi është Arafati. Në këtë ditë të madhe, o i vëllezër, Allahu Azza wa Jall zbret në qiellin më të afërt të dunjas dhe krenohet me robërit e tij. Dhe Allahu Azza wa Jall në këtë ditë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se liron qafa më shumti nga zjarri i xhenemit. Më shumti që i liron Allahu Azza wa Jall nga zjarri i xhenemit është pikërisht dita e Arafatit. Andaj më i pikëlluari në këtë ditë, më i dështuari në ditën e Arafatit është ai njeri të cilin Allahu Azza wa Jall nuk e fal. Dhe më i dështuari dhe më i pikëlluari që mbetet pikërisht në këtë ditën e Arafatit është shejtani. Nga se na ka ardhur me një transmetim, edhe pse zinxhiri i tij është i dobët. Transmetohet, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju lut Allahut Azza wa Jall në ditën e Arafatit që t'i fal robërit e Allahut Azza wa Jall, atë shumë ju lut derisa u lut që t'ja fal edhe zullumçarit, edhe ati që i ka bo pa drejtësi të tjerëve. Nëse ju e dini se Allahu Azza wa Jall të gjithë i fal çka ka të boje me haket,
e Allahut Azza wa Jall, me gjunahe ndaj Allahut Azza wa Jall, mirë po nuk e fal çka ka të bëje me zullumin ndaj robërve të Allahut Azza wa Jall. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka ardhur në këtë hadith se ju lut Allahut Azza wa Jall që ta fal edhe zullumçarin. Ka se tha, o Zot, ti ke mundësi që ati që është bërë zullum, pa drejtësi, t'ja zaventsosh me diçka më të mirë, ndërsa zullumçarin ta falish. Allahu Azza wa Jall nuk ju përgjigj me njëherë lutjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Arafat, siç ka ardhur transmetim. Mirë po, kur arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Muzdalife, Allahu Azza wa Jall ja pranoi duan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra që Allahu Azza wa Jall do ta fal edhe zullumçarin edhe atij që është bërë pa drejtësi. Do t'ja zaventson me më të mirë. E atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam buzëqeshi. Sahabët thanë, ja Rasulullah, pse buzëqeshe? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se e pa shejtanin i cili aq fort ishte pikllu, aq shumë ishte mërzit, sa që i kishte humb koncentrimin komplet dhe merrte dhe prej tokës dhe e gjunte kokën e tij prej mërzisë së madhe kur e dëgjoi se Allahu Azza wa Jall do ta falë edhe atë cili ka bërë zullum dhe atij të cilit i është bërë zullum do t'ia zaventson me më të mirë. Për arsye se shejtani u mundua që gjithë vjetin robërit e Allahut Azza wa Jall t'i shtin në gjunahe, ndërsa Allahu Azza wa Jall në këtë ditë madhështore që zbret në qiellin më të afërt të dunjas, i fal të gjithë robërit e tij. Andaj ata të cilët janë në Arafat, lum për ata, mos ta neglizhojnë atë ditë. Prandaj edhe është sunnet bashkimi i namazve në Arafat. Kanë thënë dietarët cila është urësia, nga se njerëzit që më së shumti ta shfrytëzojnë vaktin duke ju lutur Allahut Azza wa Jall, ta shfrytëzojnë kohën duke bërë dua në atë ditë, në ditën e madhe të Arafatit. Ndërsa ne që nuk jemi në Arafat, ne që nuk jemi në hax, Allahu Azza wa Jall na mundson që edhe ne të shkojmë në hax, e ato që janë në hax, atij Allahu Azza wa Jall t'ua fal, të gjithë dhe t'ua pranon ibadetet e tyre, t'ua fal gjunahet dhe t'i kthen në vendet e tyre shëndosh e mirë, ashtu siç kanë lindur prej te nënat e tyre pa gjunahe. Kur u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ne që nuk jemi në hax, çka të bëjmë? Dhe u pyet për agjerimin e kësaj dite, ka se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjeroni ditën e Arafatit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u pyet për agjerimin, vlerën e agjerimit të kësaj dite, tha shpresoj te Allahu Azza wa Jall të që t'i shlyen gjunahet e vitit të kaluar dhe vitit që ka vjen. Kanë thënë dietarët, mirë, viti i kaluar e kuptuam, po çka ka për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam viti që ka vjen, nga se ne kemi bërë gjunahe ende vitin që ka vjen. Kanë thënë dietarët me një mendim, nga se ai i cili bën gjunahe vitin e ardhshëm, Allahu Azza wa Jall do t'ja mundson atij që të pendohet prej atyre gjunaheve. Pra Allahu Azza wa Jall do t'ja mundson, edhe nëse bën gjunahe, ka për t'ja mundsuar që të kërkojë falje te Allahu Azza wa Jall, që t'ja shlyen ato gjunahe të cilat i ka bërë, që do t'i bën vitin e ardhshëm. Pra oj vëllezër, prandaj preferohet që besimtari këtë muaj ta kalon, këto 10 ditë t'i kalon me dhikr, përmendjet Allahut Azza wa Jall, me sadaka, me lutje, me vepra të mira të ndryshme, namaznate, agjerimi sidomos, me agjeru, nga se transmeton Abdul Razzaku në Musannefin e tij, nga Hasan al-Basriu me zinxhir të mirë, i cili thot se ai i cili agjeron një ditë prej ditëve të Dhulhijhes, një ditë prej ditëve të Dhulhijhes, pra 10 ditët e para të Dhulhijhes, thot e kanë vlerën sikur me pas agjeruar 2 muaj. Aq vlerën e madhe e ka agjerimi në këto dita. Prandaj për atyre që preferonin që të agjerojnë këto 10 ditë komplet, domethënë përveç ditës së Bajramit, nga se në këto ditë është edhe dita e Bajramit, dita e 10, për të cilën tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se dita më e madhe te Allahu Azza wa Jall, me peshë më të madhe te Allahu Azza wa Jall, është dita e Bajramit, dita e Kurban Bajramit, kur njerëzit i therin kurbanet e tyre. Prandaj u pyet Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah dhe tha, i pyetën dhe i thanë, cila është më me vlerë, a dita e Xuma apo dita e Kurban Bajramit? Cila është më me vlerë te Allah, a dita e Xuma apo dita e Kurban Bajramit?
Tha sa I përket ditëve të javës është dita e xhuma, më me vlerë të Allahu Azza wa Jall, ndërsa sa I përket ditëve të vitit është dita e Kurban Bajramit. Andaj preferohet që njeriu në këto dita mos ta humb kohën kot, të largohet sa më shumë prej gjunaheve, nga se gjunahet në këto dita dhe në këtë muaj, siç e ka vlerën shpërblimi më shumë në veprat e mira, ashtu edhe gjunahet shkruhen te Allahu Azza wa Jall me më të rënda dhe më të vështira, dhe më shumë merr njeriu gjunah kur bën gjunahe në këto 10 dita kur janë muajt e shenjtë, apo edhe në muajt e shenjtë të tjerë, të cilat I ka përmendur Allahu Azza wa Jall se 4 prej 12 muajve të vitit 4 janë të shenjtë. E nëse njeriu bën gjunahe në këto, I shkruhet 2 fish. E nëse bën sevape, siç I shkruhet 2 fish sevapi, ashtu I shkruhet edhe gjunahu. Pra lutim Allahun Azza wa Jall që këto 10 dita të Dhul-Hijjes të I shfrytëzojmë në maksimum dhe të I shfrytëzojmë ashtu siç na ka mësuar dhe na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj transmeton Abu Daudi nga nana e besimtarve Hafsa, e cila thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk I linte pa agjëruar këto 10 ditët e Dhul-Hijjes. Nuk I linte pa I agjëruar këto 10 ditët e Dhul-Hijjes. Për këtë arsye Abdullah ibn Omeri agjëronte 10 ditët e Dhul-Hijjes, pra 9 ditë e Dhul-Hijjes pa ditën e Bajramit, nga se dita e Bajramit është e ndaluar që të agjërohet. Edhe në këto dita bashkohen, si tham, nënat e ibadeteve, pra është haxhi plus është edhe kurbani që njerëzit e therin për hir të Allahut Azza wa Jall. Ata të cilët kanë mundësi që të therin kurban, duhet që të therin kurban, nga se është një sunnet I fortë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar. Ata të cilët kanë vendosur që të therin kurban që nga dita e sotme, pra që nga nata e sotme, se kanë hyrë mo 10 ditët e Dhul-Hijjes, nuk duhet që t'i presin, e kanë të ndaluar që t'i presin thojt e tyre dhe e kanë të ndaluar që të shkulin apo të qethin diçka nga qimet e trupit të tyre deri në ditën e Bajramit kur të theret kurbani. Allahu e di më mirë, Allahu Azza wa Jall na mundsof që t'i kalojmë këto ditë të Dhul-Hijjes në formën më të mirë. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na I pranon ibadetet, adhurimet, të shfrytëzojmë këto stina, këto perioda, mos t'i harrojmë vllazërin ton musliman në dua dhe lutje, dhe përmendni Allahun Azza wa Jall sa më shumë, nga se përmendja Allahut Azza wa Jall është shkaku I fitores. Nga se Allahu Azza wa Jall kështu thot në Kur'an, dhe kështu na ka mësuar edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.